Nderuar miq, do të flasim për Kosovën, për situatën atje në nisje të legjislaturës së re të 10-s, e cila do të konstituohet pasditen mbrëmjen e sotme, me shpresën që do të kemi një tjetër seancë edhe për formimin e qeverisë. Gjithashtu do të flasim edhe për ato që po ndodh në Hag. Të gjitha këto çështje do t'i diskutojmë me zotin Feyzullah Hasani, kryetari i Gjykatës Supreme në Kosovë, profesor me pozita dhe poste mjaft të rëndësishme. Zoti Hasani, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje edhe juve. Prisni që të kemi një tjetër krizë, apo duke djedi qysh mëngjes, fakti që s'ka pas kontestime dhe çdo gjë po ecin vaj deri tani, edhe nën kryetare që do miratohen në Pako, le të kuptohet që nuk do të kemi ngërçe të reja. Besoj që mas vendimit të gjykatës kushtetuese, gjithashtu edhe marrëveshja mes partive politike që çështja e nën kryetarëve të zgjidhet në Pako, domethënë mundësitë për të konstituuar kuvendi qysh votimin e parë janë gjasat 100%. Domethënë nuk besoj që do të ketë nevojë për shtyrje ose për një procedurë ose një proces neveres që ishte në zgjedhjet e 2025-s. Duke marrë shkas edhe në Tiranë, jo vetëm Prishtinë, që për gjetur hapësirat ligjore dhe kleçkat kanë qenë politikanët të papar, në këtë rast nuk besoni që mund të ketë ndonjë lëvizje të minutës fundit që mund të sjellë diçka, se duket edhe opozita është dorëzuar edhe nga rezultati. Shikoni, me vetë faktin që dje partitë politike janë marrë vesh që votimi nën kryetarëve të bëhet në Pako, ajo nuk kupton se gjithë do të votohen dhe nuk besoj që do të ketë probleme sa i përket konstituimit të kuvendit, po gjithashtu edhe sa i përket konstituimit të qeverisë, nga se ju e dini se veç ishte promovu haptas përbërja qeverisë së re në tendencat që ishin për të formuar institucionet të zgjedhjeve të vitit 2025, besoj që çdo gjë është gati që gjasat janë mëdha që po sonte themelot edhe qeveria e Kosovës. Pra, më në fund, pas gati një viti, kemi institucionet e reja për të kapërcyer krizën. Besoj që jam optimist dhe besoj që kjo do të ndodhë sonte, nga se ju dini, seanca ka qenë treguar për më herët, mirë për shkaqet që po ndodhin në Hag, për shkak të fjalës përmbyllëse që do paraqet mbrojtja në raport me zotin Façi, është hyrë në ora 17, mirë po dhe në përkualuare flitet, po gjasa është se çysh thonë do të themelohen edhe kuvendi i Kosovës edhe qeveria e Kosovës. Për faktin se edhe kështu jemi me afate të limituar, nga se me 13-in s'ka dhënë afati për disa marrëveshje ndërkombëtare, kështu që do ishte humbje e madhe nëse nuk do të ratifikohen këto marrëveshje, ato nuk mund të ratifikohen pa konstituimin e kuvendit të Kosovës. Zoti Hasani, një tjetër duket si krizë në prag është ajo e presidentes ose presidentit të ri. Mendoni që mund të kapërcehet apo ka rrezik për zgjedhje të reja? Aty është pikpyetje e madhe për faktin se ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese e cila ka krijuar një lloj barriere sa i përket numrit të deputetëve që duhet të jenë në sallë ditën kur do të zgjidhej presidenti, nga se edhe përkundër faktit që kushtetuta nuk e thot atë, mirë po me një vendim të gjykatës kushtetuese është konstatuar se për të filluar votimi për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës duhet të jenë pranishëm 81 deputet. Mirë po rrjedhat që janë duke vajt tani. Domethënë konsultat që janë zhvilluar, shkurja e Abdi Xhikut te presidentja dhe premtimi se ata do i bëjnë vote nëse i bëjnë parti tjera, jam optimist se edhe çështja e presidentit do të i kalohet dhe nuk do të jetë shkak për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Besoni më shumë që do të e kalohet duke u bërë një pazar, apo nga frika që opozita nuk i përballon dot një palë zgjedhje të reja, aq më tepër dole dërmuar tani? Unë besoj që edhe nën hipotetikisht nëse nuk do të jetë Osmani, do të jetë një kandidat i dytë i cili do të jetë i pranueshëm për të gjithë partitë politike dhe do të zgjidhet çështja e presidentës. Edhe pse gjasat janë më të mëdha që Vjosa Osmani të jetë sërish, mirë po mund ndodh që aty të ketë pazar ose të ketë marrëveshje politike që të jetë një kandidat i dytë i cili do jetë i pranueshëm për të gjithë partitë politike me qëllim që të shmangin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Zoti Hasani, cila është sfida më e madhe e qeverisë, institucioneve të reja tani, e kurti 3,
por edhe presidenti që do jetë në mars edhe në vazhdim presidenti I ri, kur duket sikur asociacioni është nga do që shkojmë dhe rrotuohemi drejt asaj. Ajo na qëndron si shpata do me kleu të qafë çështja e asociacionit dhe është çështje e një marrëveshje ndërkombëtare e cila është arrit vitin 2013 dhe ne nuk mund të shmangemi nga ai detyrim ligjor, detyrim ndërkombëtar që kemi marrën. Dhe ajo do të jetë sfida më e madhe për të pasur çfarë dimensione do të themelohet asociacioni, domethënë për të shmangë kompetencat ekzekutive të kësaj krijese që tani ekziston në marrëveshjen e Brukselit, dhe besoj që këtu ka qenë problemi më i madh ose sfida më e madhe për institucionet e reja të Republikës Kosovës, nga se nëse eventualisht krijohet një krijesë e cila do të ketë kompetenca ekzekutive ashtu siç pretendohet nga ana e palës sërbe, ajo do të jetë burim ose derivat I krizave të shpeshta në Republikën e Kosovës. Zoti Hasani, në 2 ditët e fundit, në gjithë trojet tona, hapësirën shqiptare kryefjalë ka qenë ajo që po ndodh në Hag. 180 vite burg, pra nga 45 secili. Sot kishim mbrojtjen. Ju si e pat pozicionin, pra mbrojtjen që ju bë? Ishin në lartësinë e dur edhe ajo që argumentat që u shpalosën? Se më shumë duket se u rrotullua gjithçka rreth dëshmitarëve të mbrojtjes, të cilët u kontestuan nga prokuroria, ndoshta edhe me një gjuhë që shikoni problemi ose gabimi më I madh për institucionet e Kosovës kanë qenë që kanë lejuar që të themelohet një krijesë e tillë, ju e dini se dhomët e specializuara janë produkti një raporti të Dick Martit, I cili është I sajuar nga agjenturat ruse dhe serbe e dihet. Spari piknisje kishte shtëpinë e vet në Burrel, se kinse aty ka ndodhur transplant organesh dhe ky raport mori vota masive në Këshillin e Evropës, diku 365 vota, dhe dije që ai do të prodhojë një institucion I cili do të merret me këtë çështje. Po me qenë se aty nuk rezultoi asgjë lidhur me çështjen e transplantit të organeve, kalon në dimension tjetër krimet e luftës në Kosovë atë periudhën 98, 99 dhe dhjetor vitit 2000 dhe nëse shikoni mbrojtjen, fjalën përmbyllëse që kanë dhënë prokurorët dhe argumentet që I kanë paraqitur në fjalën përmbyllëse, e cila është një pjesa kulmore një procesi gjyqësor, pjesa më e rëndësishme një procesi gjyqësor ku palët tentojnë secilin nga roli vet dhe këndvështrimi vet që ta bidhin trupin gjykuese pretendimet që ata I kanë ngrit I kanë argumentuar me argumente me prova. Argumentet që I paraqiten, thojza të them argumente prokurorët, s'kishin bëjnë fare me objektin e akuzës, ma tepër me çështje dytësore, si për shembull se kanë sulmu stacione policore, nga se në luftë cak ushtarak janë stacionet policore, janë ato ushtarake, dhe me thënë nuk kanë sulmu as qerë dhe as objekte civile. Pastaj, se kanë kalu nga Shqipëria të armatosën, se kanë dashur të ushtrojnë kontrollin, dhe me thënë ishin çështje fare dytësore që s'kishtin bëjnë me objektin e akuzës, dhe kur prokurori është I zhveshur nga provat, ai merret me çështje dytësore që nuk kanë fare të bëjnë. Çështja për mua ka qenë I çuditshëm propozimi I denimit 45 vjet për faktin se nuk njihet denimi me burgim kohor që ne I themi në drejtësinë penale 45 vjet, nga se te ne denimi maksimumi I denimit është 25 vjet, përjashtimisht për vlerat penale dënueshëm burg përjetshëm deri në 35, që do të thotë nuk ka e para punë, nuk ka denim me 45 vjet. Po t'ju them të drejtën, po të shikoni backgroundin profesional dhe ekspertizën e këtyre prokurorëve, lën shumë për dëshiru. Pra ka drejtë Rama që thotë që etiketoj si idiot. Si? Pra ka të drejtë Rama, kryeministri I Shqipërisë, që e etiketoj si idiot. Shiko, nuk mund përdori shprehjen idiot, po në aspektin profesional unë them që niveli I profesionalizmit ti, duke u nisur nga fjala përmbyllëse e tyre, ishte pothuajse deri në
pafundësi, vind në shprej ignorancë dhe pa dija atyre. Unë ju thash nëse e krahasoni me tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi, nëse i mirëni edhe i shikoni edhe atë backgroundin që ne i themi moshor dhe profesionale dhe ekspertizën profesionale, këto qëndrojnë largë, mbrapa, po dhe vetë mënyra se si ata paraqiten argumente flet shumë për sa i përket nivelit profesional. Shikoni, unë sa i përket fundit të këtij procesi, ju thon drejtë nuk jam shumë optimist, ndërsa po të pra mendoni që do ketë drejtësia, po të jepet drejtësia dhe po të respektohet precedenti që ka kriju Tribunali i Hagës, ato nuk do të mund përfundon në ndryshe përveç me një gjykim lirues. Nga se nëse ju e shikoni e merrni çështjen e Haradinajt që ka gjykuar Tribunali i Hagës dhe çështjen e Limajt që çdo dy kanë përfunduar me gjykime liruese. Domethënë nuk ka mund provohet fajësia sa i përket përgjegjësisë komanduese, ndërsa krerët që tani janë duke u gjykuar në Hagë, asnjë nuk ka qenë veç edhe pse Limit në front të luftës. Tha që ka qenë drejtori i drejtorisë politike, Jakub Krasniqi që ishte zëvendës, ndërsa Kadri Veseli ishte në shërbimin informativ në kuadër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe me qenë se në asnjë mënyrë nuk kanë mund t'i atribuohet çështja e përgjegjësisë komanduese, që njihet në drejtën penale si përgjegjësi në drejtën penale ndërkombëtare, ata kanë kaluar në një dimension tjetër ndërmarrje kriminale. Ndërmarrja kriminale është e mundur njihet si formë bashkëpunimi qysh në të drejtën romake, domthonë formë bashkëpunimit. Mirë po është pak e panatyrshme ndërmarrje kriminale në mes një drejtori të shërbimit politik, në mes të një zëvendësi dhe në mes të një kreu të shërbimit informativ. Unë ju thash, po të respektohet precedente që është krijuar në Tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin, nuk mund përfundon në asnjë mënyrë tjetër me këto prova në thojza. Prova përpas me një gjykim lirues. Nga se ju thash, pothuajse asnjë argument nuk ka të fuqinë e provës të sigurt, por më tepër janë marrë me hamendësime, me supozime që nganjëherë le përshtypje që vetëm për të arsyetuar shpenzimet që janë bërë 5 vite në atë gjykat, mirë po frika ime është që aty tentohet të arrihet një lloj balansi mes të kriminalëve dhe viktimës, mes serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, për të thënë se edhe ato kanë kryer krime, po dhe ju keni kryer krime. Ndërsa me aq sa jam i familiarizuar me çështjen e akuzës, për faktin se në mënyrë të rrethort kam qenë edhe unë involvuar me këshilla nga ekipet mbrojtës të Kosovës që janë marrë për faktin se gjithë karrierën kam kaluar nga mosha 25 vjeçare në të gjitha instancat gjyqësore, po edhe avokat në kohën kur u largu nga puna nga i background jashtë sa di unë. Kam pas kontakte me ekipin mbrojtës edhe ato të jashtëm edhe këtu. Asnjë provë që ato i referohen nuk e ka statusin e provës të sigurt që kërkohet në drejtësinë penale. Po i thash, më tepër janë me supozime, me hamendësime që nuk di se si mund ta argumentojnë një vendim gjyqësor nëse është ndryshe përposa se aty lirues. Mu shpresa mban te kryegjyqtari ose kryetari i trupit gjykues Charles Schmidti, nga sa ai ka qenë Niko Varcimi. Charles Schmidti ka qenë vartësi juaj. Varcimi ka qenë Charlesi, nga se ka qenë gjyqtarëve të Euleksit në Gjykatën Supreme dhe një kohë ishte kryetari i asamblesë, po kur përfundoi pavarësia mbikëqyrur, ato kalon nën vartësinë e kryetarëve vendor. Ai ka qenë Varcimi dhe unë kam përshtypje të një gjyqtari që është një gjyqtar korrekt, mirë po duhet kemi parasysh se vota ati është një vot, aty ka edhe 2 vota tjera. Mirë po ju thash, ka keni besim te integriteti i tij. Mban shpresa se Charlesi po të ketë mundësi nuk do të lejonte një vendim politik të merrej në raste të tilla. Përndryshe ju thash, çdo vendim tjetër në rrethanat e tilla në atë substratin e provave që kinse i kanë të argumentuar me prokurorët, nuk do ishte drejtësi. Zoti Hasani, kjo më doli e paparashikuar, unë herë e parë që e dëgjoj edhe nuk e kisha në këtë bisedë, por duke qenë se doli gjatë bisedës kjo, pra
ju e zbuluat, që keni pas vartës atë, ka mundësi pa ndoshta cënuar a procentin a diçka tjetër që ju e dini më mirë, t'ju pyes nga komunikimet që keni pasur me të, për ndjeshmërinë e tij, se besoj keni folur edhe për situatën edhe për pozicionin e shqiptarëve që ishin në mbrojtje, nuk ishin në sulm. Pra, mendimi i tij, mund të thoni diçka më shumë? Unë i thash si gjyqtari i cili ka punu në gjykatën supreme ku isha dhe unë. Njëherë ishmi kolegë në atë kuptimin se ai ishte kryetari dimenzionit të gjyqtarëve të Euleksit ose ansambles të Euleksit, ndërsa unë isha i gjyqtarëve vendor, pastaj isha edhe i vendorëve dhe i ndërkombëtarëve për atë shkollë sa ka zgjatë mandati i tyre. Ai i njeh rrjedhat të gjitha, rrjedhat Kosovë për faktin se ka pas çështje shumëta të tilla që janë gjykuar në Kosovë nga gjyqtarit e Euleksit pikërisht për ere penale që i përkasin natyrës së krimeve kundër drejtës ndërkombëtare, për cilat edhe po gjykohen kërerët e UÇK-s në Hag. Dhe ai shumë mirë e din dhe e njeh edhe rrjedhën politike, edhe rrjedhën ushtarake, edhe krimet për faktin se është marrë ai me to. Dhe ju them drejtën me argumente shumë ma, nëse i merrni në krahasim me këto që po i referohet prokuria, kanë qenë me një shkallë të besueshmërisë shumë më të madhe se këto që po i marrin si prova, edhe kanë përfunduar me gjykime liruese. Unë ju thash, me qenë se ata nuk ishin pozita komanduese, dhe nuk mund të akuzoheshin si individ se kanë kryer penale, dhe kalun në një gjetën një modus vivendi, një formë e bashkëpunimit penal, ndërmarrje kriminale, që ndërmarrje kriminale ju thash, vështirë është për të besu. Pra, hoqën shtabin edhe bën ndërmarrje vetë, hoqën përgjegjësi nga shtabi, i përgjithshëm? Po, përgjithësi, jo, nuk ishte, fillimi nuk ishte fare çështja se s'kishe si të akuzoheshin përgjithësi komanduese, se këto nuk ishin komandant. Domethënë, ai ishte unis për transplant organeve, pastaj kur e panë që nuk doli asgjë aty, kalun i vun para përgjegjësisë për shkak të një ndërmarrje kriminale. Ajo është ndërmarrje kriminale, ndesh shoqat kriminale, ndesh grupim kriminal, do të thotë kur bashkohen më shumë se një person për të kryer vepra penale, për kryer vepra penale kriminale. Ju thash është e panatyrshme për të referuar edhe grupit kriminal duke u nis nga pozicionit që mbanin ato në UÇK, në Ushtrinë Qëndrore të Kosovës. Nuk ishin asnjëri nga ata hiç rrezepselimit në frontet e luftës. Dhe vështirë është me thonë një bashku zëdhënësi, drejtori i drejtorisë politike, kreu i shërbimit informativ në kuadër të UÇK-s për të kryer krime. Mirë po, ja që ndodhi, po ju thash, po të vehej drejtësia në vend, po të kishte drejtësi, çdo vendim tjetër përveç gjykimit lirues do ishte pa drejtësi e madhe, dhe do ishte kompromitimi i drejtësisë, dhe kjo mund ndodh vetëm nëse qëllimi i kësaj gjykate është qëllimi politik, që pak e besoj që kryetari i trupit gjykues do të ndikohet nga asnjë ndikim politik, mirë po ju thash duhet kemi parasysh se vota e tij është vetëm një votë, ndërsa janë 3 vota, se 3 vetë janë antarë të trupit gjykues që gjykojnë. Po 2 të tjerët i lidh gjë më përpara me Kosovën apo? Nuk jam i sigurt, njëri do ka qenë në mision po më herët, po jo në misionin e gjyqtarit. Po ju thash, kur e shikoni backgroundin aty në prokurorëve dhe gjyqtarëve, shumica hiç çarsin që ka qenë kohë gjatë në SBA, po nuk kam rri më shumë se nivelin e dytë në gjykatën si penalist. Numri më i madh i tyre kanë përvojë pak, edhe nëse i merrni shikoni për post misione kështu ndërkombëtare që kanë në dimensione tjera, qoftë administrative, po jo drejt për drejt lidhur me sistemin e gjyqësor ose prokuror. Kanë përvojë shumë të pak, shumë të varfër, jo të begat për të besuar se ato do të ndajnë drejtësinë. Kështu që nganjëherë kam frikën se mungesa e dijes tyre mund t'i dëmtoj krerët e UÇK-s, po gjithnjë më mban shpresa se ndoshta fati që në krye të trupit gjykues është çarsi, që ndoshta nuk do të lejoj me ndodh një padrejtësi. Askush nuk kërkon që nëse ka argumente dikush shfaqsoj. Larg asaj se ne kemi themelu këtë gjykat, këtë dhomë specializume që ju thash është një krijesë sui generis që se ke askund botë,
Nga se nëse Po më duket se ka sui generis edhe hapat e tjerë, sepse nuk e dia, ka apel për këtë, e para dhe e dyta, ne kemi dëgjuar ma njohuri që në çdo vend ku kemi një gjykatë ekziston dhe një tjetër presidenti që mundet nesër pas nesër mund t'i falë, ose mund të bëjë një ulje dënimi. Në këtë rast a ekzistojnë këto mekanizma të tjera, apeli, falja pas disa vitesh, nëse do marrim skenarin më të keq, jo se e urojmë, por hipotetike. Për atë unë ju thash është gjykatë sui generis, për faktin se kur është themelu në Nirenbergu, gjykata e Nirenbergut në Londër aleat e kanë themelu, tribunali për ish Jugosllavin ka themelu OKB-ja, që është puro ndërkombëtare. Për Ruand, që është puro ndërkombëtare, ka themelu OKB-ja. Te ne, vetëm emrin e ka gjykatë dhome specializume pjesë e sistemi gjyqësor të Kosovës. Nuk ka asnjë ligjet përcjellëse sistemore që aplikohen. As këtë që po i referoni faljes. Edhe avukati i popullit është ndërkombëtar, edhe kolegji i gjykatës shtetuese janë ndërkombëtar. Ombudspersoni ose avukati i popullit i Kosovës mund bëjnë parashtesë, mund bëjnë mocione. Mirë po, është edhe avukati i popullit që vepron në kuadër të kësaj gjykate. Nuk vlen ligji mbi faljet, nuk vlen ligji mbi amnesti, nuk vlen ligji mbi ekzekutimin e sanksione penale, nuk vlen ligji mbi arkivat e Kosovës, nuk vlen ligji mbi auditimin e brendshëm. As apel nuk ka, Jo, apel, ka apel. Vetëm shkalla e dytë. Gjykata i thash, 3 shkallë. Themelore, gjykata e shkallës parë e apelit supreme, kushtetuesja, po të gjitha këto janë ndërkombëtare. Domethënë, për shkak ju thash se ka emrin është gjykatë sui generis, se kanë botë për herë të parë është bërë ky lloj eksperimenti me presionin ndërkombëtarëve që të hapet, që të formohet një dhomë e tillë. Për faktin se emrin e ka gjykatë e Kosovës, pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, asgjë nuk ka që zbatohet nga legjislacioni i Kosovës, hiç kodin penal që ka qenë fuqi për rreth penale. Përndryshe, çështjet e tjera, mbajtja e dënimit, falja, amnestia, të gjitha janë të rregulluar në mënyrë të posaçme me ligjin mbi dhomat specializume dhe rregullat e brendshme që fatkeqësisht ne me momentin kur është aprovu ligji mbi dhomat specializume, aty ekziston një amandament ku janë autorizuar gjyqtarët e Uleksit që gjyqtarët e dhomës specializume që ato vetë të nxjerrin rregullat e brendshme. Kështu që asnjë lidhje nuk kanë, as mund të falen, as mund të amnestohen, as mund të lirohen me kusht, as mund në asnjë mënyrë, këtë mund ta bën vetëm autoriteti i gjyqtarëve të dhomës specializume. Zoti Hasani, edhe diçka të fundit kam. Në nisje të legjislaturës së re, PDK-ja njoftoi që do të bënte një rezolut, do ta paraqeste për atë që po ndodh atje që ne diskutuam. Po cilat janë hapësirat ligjore që ngelin, sepse ju e sqaruat mjaft mirë si është, po çfarë mund bëhet nga aspekti ligjor, përveç se mund të hyhet në parlament? Shikoni me qenë se Parlamenti i Kosovës ka themeluar dhomë specializume. Është në autoritetin e këtij parlamenti që ta shfuqizoj. Ka pasi tendencë para 5-6 viteve, jo më shumë, 7-8 viteve, që është nisë iniciativë që kjo dhomë para se të filloj nga puna të shfuqizohet për faktin se vonë e kanë kuptu se ka qenë një papërgjegjësi, një nonshalancë e teprume e deputetëve të Kosovës që kanë lejuar që themelohet ajo dhomë specializume e krijes që rezulton se do të haj koka dikujt Kosovë, do të bëj kurban dikon, do të sakrifikoj dikon Kosovë për të balancu krimet me kriminalet e atyre që kanë qenë viktim. Mirë po, reagimi ka qenë shumë i ashpër i ndërkombëtarëve, edhe i zyrës amerikane, edhe i Quintit, edhe që kanë kërkuar që kjo iniciativë të tërhiqet, përndryshe do të ketë pasojë Kosova. Kështu që autorizimi i parlamentit është për ta shfuqizuar se parlamenti ka nxjerrë ligjin, parlamenti shfuqizon ligjin dhe shfuqizon edhe dhomën e specializuar. Mirë, gjasat janë zero, tani është procesi në përfundim e sipër, domethënë do të kishte një arsye logjike sikur ndodhte atëherë kur ju thash para se mi fillu procesi. Mirë, tani
asnjë gjas nuk ka duke ditë pozicionin në cilin ndodhet Kosova, që po aktori ndërkombëtar nuk ka asnjë lëvizje përpara. Në momentin që ne him konflikt dhe avanturave të tilla, ajo do të jetë me dëme të parikuperueshme për shtetin e Kosovës. Zoti Hasani, unë të falenderoj shumë për bisedën, për shpjegimet ligjore të hollësishme, por edhe për analizën që bët për këtë proces. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, natën e mirë.